Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht ditën e sotme, duke ju uruar një herë fillimisht të gjithëve gëzuar ditën e verës. Le të jetë kjo ditë që të na dhurojë dashuri, pozitivitet, energji të mirë dhe qoftë një verë e mbar, qoftë një verë me shumë surpriza. Sot do të nisim këtë komentimin me ngjarjet më të fundit që çfarë do të ndodhë sonte në shtëpinë e Big Brotherit. Është prajmi i radhës, është prajmi më i zjarrt. Banorët mbrëm deri në orët e vona kanë hamendsuar, kanë aluduar që ky televotim i cili është hapur mund të jetë një televotim jo për përjashtim, por për të përzgjedhur të martën liderin. Asnjërit prej banorëve nuk i arsyetohet që një lider të ketë avantazh kaq të madh, të ketë një avantazh të kutisë së Pandorës. Do me thënë edhe banorët kanë dyshimet e tyre që gjitha kjo mund të jetë një lojë e planifikuar bukur e produksionit vetëm e vetëm për të çuar interesin e saj deri në fund. Do me thënë banorët dyshojnë jashtëzakonisht shumë që e tëra kjo është loja e produksionit. Do me thënë e tëra kjo është një sekret që produksioni mund të nxjerrë liderin, sepse sipas tyre avantazhi i cili u dha Mirit në prajmin e kaluar është një avantazh që realisht jepet në kutinë e Pandorës. Do me thënë nuk është një avantazh që një banor i shtëpisë mund ta merr përtej saj. Por çfarë do të ndodhë sonte? Si fillim një herë, do me thënë do të trajtohen të gjitha temat që kanë ndodhur brenda asaj shtëpie. Debate të zjarrta, akuza të forta, ofendime të rënda, degradime të rënda, ofendime deri në atë nivel sa që nuk është lënë gjë pa u thënë. Ne kemi stërkomentuar, e kemi sillur pranë jush, i kemi folur gjatë të gjithë ditëve që nga përfundimi i prajmit se çfarë ndodhi. Debatet kanë qenë mes të gjithë banorëve. Pati në fakt edhe një lloj kërcënimi nga ana e Rogertit për produksionin, se në qoftë se produksioni nuk e nxjerr që atia kanë sharr gruan, ashtu siç Rogerti hamendson dhe aludon, do me thënë do të jetë një diçka shumë e keqe, do të jetë një diçka shumë e madhe. Unë e di që Rogerti do ta ngrijë zërin shumë për të birin e tij dhe do të jetë sonte pjesë e diskutimit gjëja e parë në fakt kryesore, edhe pse produksioni në promon të cilën e publikon me atë se çfarë do të ndodhë Rogertin e cenzurojnë, nga që Rogerti duhet një promo të veçantë, do të thënë duhet një film, një serial për ta nxjerrë në promo. Më pas pritet të ketë pas shumë vitesh një ballafaqim shumë i kërkuar. Tani një ballafaqim shumë i kërkuar, çfarë nënkupton një ballafaqim shumë i kërkuar pas shumë vitesh? Kemi dy pika. E para njëherë ose Artani, i cili nuk flet me vllaun e vet për shumë vite të tëra dhe ndoshta produksioni e ka mundësuar këtë ballafaqimin, nga që ballafaqimi shumë kërkuar është kërkesa e madhe e Artanit që bënte për vllaun e tij gjatë gjithë kohës, se do me thënë se përse ishte larguar, se përse nuk komunikonin, nuk kishte një pikë ku ai do të krijonte një lloj argumenti pse ne nuk takohemi. Do me thënë kjo është një fakt edhe një ballafaqim shumë i kërkuar pas shumë vitesh. Unë nuk e di në shtëpinë e Big Brotherit ndonjë banor të ketë një histori për shumë vite të tëra, ose mund të jetë Nicole, vajza e cila javën e kaluar ju transmetua, do me thënë, storia jetës së saj, dhe ndoshta nëna mund të ketë kërkuar që ajo të jetë pjesë e shtëpisë. Dy hamendësime që ne mund të hamendsojmë. I treti është një ballafaqim shumë i kërkuar, mund të jetë edhe Mali që ndoshta në dhomën e rrëfimit pasi e takoi nënën e tij, ka vendosur që të takoj të jatin, por ai tha babait të vet, unë do të takohem me ty jashtë, nuk takohem këtu brenda. Nga që nëse është e shkruar tamam nga produksioni dhe nuk luan me popullin,
pas shumë vitesh, një ballafaqim shumë i kërkuar, në kupton se është një gjë që nuk ka ndodhur brenda në shtëpinë e Big Brotherit, dhe do me thënë është jashtë asaj dhe historitë të cilat i kanë treguar deri më tani, flasim për banorët që janë aty brenda, është Rogerti që nuk e takon të vllajën e tij, do me thënë që nuk kanë patur asnjë lloj kontakti dhe tani është penduar, është Artani që nuk ka kontakt me vllaun dhe nuk e dinte arsyen edhe pse janë ndarë, edhe është Mali që në fakt dhe Nikol që nuk kanë raporte me prindërit e tyre, Mali me prindin baba, ndërsa Nikol me prindin nën. Do të thënë te këto të katër, le të themi, unë dyshoj më së shumti për ballafaqimin. Më pas kësaj surprize kaq interesante dhe këtij ballafaqimi që do të merr vëmendjen e publikut, do të jetë Brikena Gimbo Mateo Selin. Do me thënë fillimisht një herë do të ndalohet televotimi, më pas do me thënë do vi Zarfi në studio dhe dy prej këtyre do të shkojnë në kokë më kokë për prajmin e së martës dhe shumë surpriza të tjera. Do me thënë sonte nata më së shumti është e fokusuar në debatet që kanë ndodhur gjatë javës, që nuk kanë qenë në fakt të pakta, kanë qenë të shumta, në diskutimet, në ofendimet, në degradimet. Unë mendoj që veshi në këtë formë, edhe pse jemi në ditë vere, sot duhet jemi në ditë festive, duhet jemi në ditë të lumtur, duhet jemi në ditë pozitive, por siç duket banorët nuk e kanë këtë problemin. Unë mendoj që duhet t'ju tërhequr veshi këtyre dhe duhet të marrur pak më seriozisht. Më pas do me thënë të ta shohim këtë ballafaqimin dhe opinionet e opinionistëve që unë urroj me zemër si Arbri, si Monika të kenë guximin t'ia thonë Rogertit gjërat në sy, sepse unë mendoj nga presioni që ushtron Rogerti kundërdrejt opinionistëve, opinionistët nuk kanë guximin t'i thonë gjërat për Rogertin ashtu siç i mendojnë, ashtu siç janë dhe ashtu siç duhet t'ia thonë. E shoh që ka një lloj frike tek ato sepse është presioni i produksioni që në qoftë se ju ja thoni Rogerti do të largohet, në qoftë se ju flisni Rogerti do të ikë, dhe kështu që do me thënë ato janë gjithmonë me një fjalë pak më mangët. Uroj që sonte të jenë më të drejtë për drejtë dhe sepse mendoj që janë në atë pikë që banorët kanë nevojë pak për, do të thënë për t'i marrë me fjalë pak më agresive, do të thënë për t'i drejtuar. Ndërsa banorët nuk e besojnë që një lider mund të ketë një avantazh kaq të rëndësishëm, një avantazh që realisht njërin nga banorët e nxjerr nga shtëpia e Big Brotherit. Do të shohim sonte se çfarë të ndodh, dua të marr mendimin tuaj deri më tani, do të thënë si i shikoni ngjarjet dhe dua të kuptoj nga ana juaj kush është banori i cili sonte do ta përjeton këtë ballafaqimin kaq të madh pas shumë vitesh.